Vijmë të mbetemi me informacione, këtë herë me komunikimet e drejt për drejta që kemi nga terreni me gazetarin tonë Esido Barkaj. Do të flasim për rastin e një 30 vjeçar, i cili është kapur në Mbretërinë e Bashkuar me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë, pasi akuzohet se ishte pjesë e një grupi kriminal për trafikimin e lëndëve narkotike. Më shumë detaje na jep Esido Barkaj, i cili është mëngjesin e sotëm sërish me ne. Mirëmëngjes Esido. Mirëmëngjes Esido. Mirëmëngjes Brekena dhe Flori, pikërisht siç e thatë dhe ju, bëhet fjalë për 30 vjeçarin e arrestuar në Mbretërinë e Bashkuar, të paktën të njoftuar zyrtarisht nga Policia e Shtetit ditën e djeshme, Giuliano Hoxha, i cili është prangosur nga autoritetet angleze me qëllim ekstradimin në drejt të vendit tonë për të përballur me akuzat të ngritura nga prokuroria e posaçme. Në fakt, sa i takon procedurave, Policia e Shtetit dhe konkretisht Departamenti për Marrëdhëniet me Jashtë ka nisur menjëherë procedura dhe shkresat për sjelljes drejt autoriteteve të Mbretërisë Bashkuar me të cilin pra Shqipëria ka një marrëveshje ekstradimi prej disa vitesh për të bërë të mundur le të themi ekstradimin e 30 vjeçarit në mënyrë që të përballet me akuzat ku akuzohet për kultivim të lëndëve narkotike dhe grup të strukturuar kriminal. Kujtojmë në fakt se ka qenë një operacion, një mega operacion i ngritur nga policia në bashkëpunim me prokurorinë, fillimisht me prokurorinë e rrethit të Beratit, ku në një zonë të Beratit, në një fushë u gjetën rreth 900 kg kanabis të mbjedha në një serë. Ishte një tokë, një sipërfaqe madhe toke në fakt fushore, e cila ishte shfryzuar për kultivimin e kanabisit. Ajo që u bëri situatën më alarmante ishte fakti se prej disa vitesh në fakt kultivuesit e lëndëve narkotike punonin të pashqetësuar nga autoritetet duke kultivuar me qindra kilogram kanabis dhe me pas të shpërndanin në tregun brenda, por dhe jashtë vendit, kryesisht në Greqi dhe në vendet e tjera të rajonit. Pra e ka kultivuar kanabisin edhe në qytete brenda Shqipërisë, po themi, Esido? Pikërisht, Iriu akuzohet për kultivimin e kanabisit në bashkëpunim me personat e tjerë të arrestuar se ka kultivuar prej disa vitesh kanabisin në këtë zonë të Beratit, madje ne kujtojmë se përpara 3 vitesh ku u godit dhe operacioni u arrestuan 11 persona, u proceduan fillimisht u ndaluan 105 persona, vlen të theksojmë, ku me pas u arrestuan vetëm 11 prej tyre dhe pjesa më e madhe e të shoqëruarve për personave të ndaluar, të cilët u kapen në kushte të flagrancës ishin 95 gra, kryesisht me origjinë nga fushkruja dhe nga zona e Laçit ose nga Lezhë, pra nga veriuri i Shqipërisë, të cilët sipas deklaratave të tyre ato thanë se kishin aplikuar ose ishin marrë për punë për vjelin e udhive dhe me pas ishin përballur me kultivimin e kanabisit, por për shkak të kushteve ekonomike apo presioneve të kultivuesve nuk mund të largoheshin nga vendi punës. Kuptohet që 95 gra me pas u lanë të lirë dhe u hetuan në gjendje të lirë, por u arrestuan 11 persona. Situata u bë më shqetësuese për fshirjen e efektiveve të policisë në këtë skem kriminale. Kujtojmë se në ato kohë Policia e Shtetit procedoi dhe ndaloi përjashtoi nga vendi i punës 7 efektiv, ndërkohë që u hetuan rreth 17 të tillë për dyshime se mund të ishin të përfshirë ose të paktën kishin ndjeni për aktivitetin kriminal. Thej 95 gra në atë kohë u zbuluan që ishin pjesë le të themi e kultivimit. Çfarë ndodhi? Cili ishte fati i këtyre zonjave, të cilat, siç thua edhe ti fillimisht, ishin punësuar, të paktën sipas deklaratave të tyre në vjeljen e ullinjve dhe më pas rezultoi që nuk ishte kështu. Po, Brekena, në momentin që policia zbarkoi le të themi dhe nisi operacionin, u ndaluan rreth 105 persona, 95 e ritheksoj për tyre ishin gra, të cilët u kapen në kushtet e flagrancës, ku rezultuan se ishin punëtore për përgatitjen dhe procesin e tharjes së bimeve të kanabisit dhe me pas shitjen e tyre. Jo gratë, por personat të cilët merreshin me kultivimin e drogës. Në dëshminë e tyre ato thanë se për kushteve të ekonomike ose presioneve që u bënin kultivuesit nuk mund të largoheshin nga puna. Megjithatë, hetimet zbuluan gjithashtu nga prokuroria e Beratit, e cila ishte organi i hetimit ku fillimisht kishte në dorë këtë çështje, zbuloi se ky grup kriminal në fakt ishin 2 grupe të përfshira, pra kjo vepër kriminale përbëhej për vitesh nga 2 grupe kriminale dhe në këto kushte shpalli mos kompetencë dhe tashmë dosja i ka kaluar prokurorisë së posaçme. Në periudhë të këtij viti madje prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme konkretisht dha urdhër për shpalljen ndërkombëtar në kërkim të Giuliano Hoxhës, i cili u arrestuan në Mbretërinë e Bashkuar ditën e djeshme. Ai pritet të paktën që brenda pak ditësh të ekstradohet në Shqipëri. E qartë. Mirë, ka patur pra një bashkëpunim, kështu që mbetet për të parë tashmë se si do të veprohet mes autoriteteve, le të themi, në Mbretërinë e Bashkuar. Besoj që e gjithë procedura do të vijojë tashmë në Shqipëri, apo jo, Esido?
Patjetër, pritet që brenda pak ditë Juliana Hoxha 30 vjeçari të ekstradohet në vendin tonë dhe me pasaj do të dali fillimisht në gjykatën e posaçme për të njohur me masën e sigurisë që është dhënë në mungesë e tij dhe me pas betejë ligjore ndaj të riut, pra do të jetë e gjatë ku do të përballet me provat fillimisht të grumbulluara nga prokuroria e Beratit, por me pas të thelluara hetimet nga SPAK. E qartë. Mirë, faleminderit Esido. Esido, të falenderojmë shumë për këtë raportim të drejtë për drejtë, gjitha informacionet që përsollën në studion, një ngjarje kjo e cila në fakt sjell arrestimin e një 30 vjeçari i cili që nga muaj prill të paktën gjykata e posaçme kishte lëshuar një urdhër arresti dhe me bashkëpunimin e autoriteteve në Shqipëri dhe në Mbretërinë e Bashkuar tashmë pritet që të bëhet ekstradimi sepse mendohet se ai ishte pjesë e një grupi që kultivonte lëndë narkotike dhe më pas patjetër bënte edhe trafikimin e tyre.